Festa e Krishtlindjeve është një nga të kremtet më të rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera. Ajo kremtohet dhe festohet çdo datë 25 dhjetor dhe në të kujtohet lindja e shpëtimtarit Jezu Krisht. Pas Pashkve është festa më e rëndësishme për të krishterët. Ditëlindja e Krishtit 24-25 dhjetori është thjesht simbolike dhe nuk është menduar të jetë data e vërtetë e lindjes së tij. Rëndësia e ditës së Krishtlindjes nisi të rritet dal ngadal pas kurorëzimit të Karlit të Madh në vitin 800, ditën e Krishtlindjes. Në vigjilje të kësaj feste, këtë 24 dhjetor, në kishën e Shën Todrit në Vlorë, është mbajtur edhe një ceremoni. Edhe pasi ikën magët, ja një ëngël i Zotit e kush falë një ëndër Josifit duke thënë, ngrihu e merr edhe vet djalin dhe të jëmën e tia, edhe ikën në Egjipt. Edhe ri atje, deri kur të them ty, sepse Herodi do të kërkoj djalin që të vras, edhe ai u ngrit e mori me vete djalin, edhe të jëmën e tia natën, edhe iku në Egjipt, edhe ndënja atje derisa vdekjen e Herodit, që të përmushet të thëna pre Zotit, me anë e profet që thot, nga Egjipti thira ti më bir. Atëhere Herodi kur pa se u gënjye nga magët, u zëmërua fort, e dërgoj e vrau gjithë djemë që ishin në Vitlehem, në përgjithë rrethin e tia, që nga 2 vjeçë poshtë, si pas kohë që kishte marrë veshë, saktësisht nga magët. Atëhere u përmbushë shtën nga profeti Jeremia që thotë, Zot, u dëgjua në ranvaj dhe të qarë, edhe gjë më shumë, Rakela qante djemë të saj, dhe nuk do të ngëshullohe, sepse nuk janë. Dita e Krishtlindjes kremtohet me shfaqjen e skenës së lindjes së Krishtit, pemën e Krishtlindjes, shkëmbimin e dhuratave dhe kartolinave, familjen e bashkuar dhe ardhjen e Shën Nikollës apo plaku të vitit të ri, në prag të Krishtlindjes apo mëngjesin e Krishtlindjes. Me ty që këndonë apostulli, drele të dëgjojmë Ungjillin e shenjtë, paqe me ju të gjithë. Në shpirtin tënd, imi për Ungjillin e shenjtë, si pasë Mateu. Për veçanës shpirtërore dhe fetare, festa e Krishtlindjeve vjen në mbar botën si një nga festat më të bukura dhe më të pëlqyera nga të gjithë. Përgatitjet për këtë fest nisin javë përpara se vigjilja 25 dhjetorit të shënojë dhe kulmin e festimeve. Dhurata, ushqime të shumëllojshme dhe e gjithë familja e mbledhur e tavolinës, duke ndarë mesazhet dhe urimet për një vit të mbar e më të mirë. Në kishën ortodokse do të zhvillohen një sër ceremonish në vigjilje të Krishtlindjeve, por edhe në datën 25 dhjetor, ku autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit vendor, deputete politikan, do të marrin pjesë në pritjen tradicionale që do të shtrojë kisha me këtë rast.